Nga kjo sallë sot dëgjuam disa gjërat pa dëgjuara. Deputeti i opozitës u kërkonte llogari shqiptarëve se pse protestojnë. Jeni apo s'jeni për Flamingo, tu thaj. Nëse s'jeni, ç'punë keni në protest? Pastaj shtru pyetjen pse pasqyrojnë mediat botërore kaq shumë këtë protestë, ndërkohë që edhe opozita ka protestuar, po s'është mediatizuar kaq shumë. Të gjitha pyetje legjitime të dikujt që se kupton se këtij sistemi të kalbur po i vjen fundi. Ju jeni kundër zhvillimit, na thonë këta që kanë marrë përsipër na mbushin mendjen se në Shqipëri nuk ka arsye për të protestuar. Asnjë shqiptar nuk është kundër zhvillimit, asnjë shqiptar nuk do që ta shohë Shqipërinë të pazhvilluar. Por ky që ju i vini emrin zhvillim, ky betonizimi me vila private që është bërë Bregdetit Jugut, ky nuk është zhvillim, është gardhim. Është një gardhim që shqiptarën e thjesht e mban larg nga bregu i detit, atë që zbret nga mali për të ngulur çadrën në rër, siç tha kolegja juaj strategjike. Vilat private nga palasa në Dërmi e mëtej nuk i sjellin asgjë komunitetit lokal, nuk i japin thuajse asgjë ekonomisë shqiptare, janë thjesht bloqe banimi anës detit. Janë vila për të pastruar parat trafikante kokainës, janë vila që mund t'i blej edhe ndonjë pasanik nga ana tjetër e globit, e që mund të mos shkel kurrë nga këto anë. Ky nuk është zhvillim, është thjesht përfitimi i atij që ka grabitur tokën nga fshatari për t'ia vënë dispozicion investitorit dhe përfitimi investitorit që shet vilat dhe hotelet. E meqenëse po flasim për hotelet, nuk mund të jetë hoteleria sektori i vetëm i ekonomisë shqiptare. Edi Rama në pozicionin e sheikut synon që ta kthejë Shqipërinë në Dubai, madje së fundmi e krahasoi ekonominë shqiptare me Maldivet, një arqipelag ishuj në Oqeanin Indian që ka 500.000 banor, e që detyrimisht do mbijetojmë nga turizmi. Po Shqipëria është e pozicionuar në udhkryqet detare të Mesdheut, ka burime ujore pa fund, ka toka pjellore pa fund, ka vendburime të nëntokës pa fund, ka njerëz që dashurojnë dijen dhe arsimin pa fund. Sigurisht, kur ujin e marrin hidrocentralet me kapacitet zero, kur fondet e bujqësisë i vjedh ministrja e Akademisë së Barinëve, kur naftën dhe mineralet i kanë grabitur gangster oligark, dhe kur truri i vendit e braktis Shqipërinë, si të ishte një hemoragjie vazhdueshme, atëherë afërmendsh që do të bazohesh te pastrimi i parave përmes rezorteve luksoze që i vijnë në dispozicion turizmit. Nëse ekonomia shqiptare nuk diversifikohet, atëherë padyshim që është e ekspozuar ndaj konfliktit të parë në lindjen e mesme, ndaj rritjes së çmimit naftës, ndaj virusit të radhës. Prandaj ky zhvillim që na e shtroni përpara është në shërbim dhe për përfitim të pakujt, por jo të ngritjes së ekonomisë shqiptare. Po kur turizmi si turavrap, jo turizmi qëndrueshëm i menaxhueshëm, vën në rrezik natyrën tonë dhe trashëgiminë tonë kulturore. Kur turizmi rrafshon pyet, shkatron dunat e rërës dhe ekosistemin, kujt i shërben ky turizëm? Kur mbulon me betonet e velierave mrekullitë arkeologjike të Durrësit, kur mëton t'i kthej edhe kalat e vendit në kazino ku të dëfrehen paralind, kujt i shërben ky turizëm? Vendeve të reja të punës, na thonë i thtarët e Edi Ramës. Cilat vende pune? Kamarierët dhe pastrueset. Kjo është aspirata e të rinjve shqiptar. Për këtë shkojnë në universitetet më të mira të botës shqiptarët, për kamarierë dhe pastrues. Këto vende pune tashmë i kanë marrë përsipër hallexhinj edhe më të rropatur se shqiptarët. Emigrantë nga Bangladeshi e nga Filipinet, ata që keq trajtohen e abuzohen në Shqipëri edhe më keq se çka ndodhi me emigrantët e parë shqiptarë në vitet 90 në vendet fqinje. Edhe më brutalisht u konfiskohen pasaportat, nuk u paguhen rrogat, abuzohen dhe nuk kanë zë të tregojnë se çfarë po ndodh. Këto vende pune tashmë janë zënë, por në Shqipërinë, pas sindikata me të cilën krenohet Edi Rama, këto janë vende pune për hallexhinj. E shqiptarët meritojnë më shumë se sa të jenë shërbëtor të paralinjve në rezorte luksoze që kanë ndërtuar trafikantët e drogës në ortakëri me Edi Ramën. Meritojnë më shumë se sa ky vizion distopik. Prandaj janë në shesh në momentin që po flasim. Që të sqarohem, nuk jam duke folur kundër turizmit, si burim i rëndësishëm në ekonomi dhe si motor që tërheq me vete edhe sektorët e tjerë të ekonomisë. Turizmi shqiptar ka potencialin që të rrisë produktivitetin e bujqësisë, të shtyjë përpara sofistikimin e proceseve të prodhimit në industri, të çojë përpara shërbimet e kualifikuara. Por që kjo të realizohet, Shqipëria ka nevojë për një vizion zhvillimor që shkon përtej spekulimeve financiare të sektorit imobiliar,
Spekulime të cilat e kanë bërë tërësisht të pamundur për qytetarin e thjeshtë që të përballojë koston e një apartamenti banimi. Që kjo të realizohet, Shqipëria ka nevojë për një qeveri të pakorruptuar, për një treg konkurrues të çliruar nga monopolet, ku kapitali huaj të ndihet i sigurt dhe i mbrojtur në investimin që bën nga interesat e oligarkëve, ku çështja e pronësisë nuk shoqërohet me konflikte që zvarriten nëpër gjykata për dekada të tëra. Shqipëria ka një nevojë për një epokë të re, të cilës i ka ardhur koha.